Cilat lloje të fidaneve të mollëve janë këtu? Po, Ilir, këtu është një gamë e madhe e kultivarëve. Kryesisht me sasi më të lartë është kultivari Red Falstaff, i cili është edhe kultivar diploid, edhe ka një prodhim shumë të lartë, si në aspektin gjenetik që shkruhet, po edhe në praktikë ka tregu që është shumë i fortë për prodhimin e sasisë, po edhe cilësisë. Pastaj kemi kultivarin Red Prince, kemi Granny Smith, kemi Jona Gold, kemi kultivar të veror Royal dhe Mondian Gala, pastaj kemi kultivarin shumë atë hershëm Kati, edhe mund të them që mos gjitha me i përmend se unë disponoj me 47 kultivar, po ata janë me sasi të vogël për ka numri, a sasia më e madhe është e këtyre që i ceka pak më herët. Ku keni mësuar për këta kultivar dhe ka e kanë gjenezën, ka e normas pari? Kemi ata kultivar klasik që tashmë nuk. Po, është unë me një fanatizëm të madh, i mbroj edhe i ruaj edhe i kultivoj ende dhe kultivar të vjetër që nuk i tregova më herët, si Gjylja Moçme, si Molla Vizake, Boskopi që ka qenë më herët, edhe ka edhe një mori tjera, Jenatan, Vizake, Jenatan, Kulaçe, Kolloçarke, Lalçe, gjitha ato prap i kam këtu, po i kam me një numër shumë të vogël. Vetëm për ka kërket, po, kurse sa përket këto që i fola më herët, Red Falstaff e tjerë, këta kanë një gjenezë në spari, kemi marrë 3 llojet e nënshartesave në Angli, kemi marrë nënshartesën M9 që është me bujshmëri më të dobët, nënshartesën MM26 që është pak më të lartë se sa M9-ci, e mesme me MM106 edhe me M9, do më thonë MM106, M26 dhe M9 dhe kemi marrë në Angli. Njëkohësisht edhe fidanishtën bazë për mbi shartes i kemi marrë në Angli 17 kultivar të pemëve për frut, po ne disponojmë edhe me 3 kultivar që mund të jenë edhe në bimë dekorative, po jenë edhe polinizues për pemtorin, qofse dikush kërkon vetëm një kultivar, sikur që është se nuk e ceka më herët kultivar të Fuji që janë triploid, kërkojnë polinizues për edhe mund ta përdorim. Ata polinizues, ata kanë edhe një veti shëruese që kemi cekë edhe një mision tjetër më herët. E këto fidane kanë shumë përparësi, kanë shumë të mira krahasuar me ato tradicionale që janë. Po është e vërtetë që a kanë kuptuar këtë konsumatorët? Është e vërtetë që këto fidane kanë shumë mund të them përparësi më herë, se hinë prodhim më herët se sa që hinë këto autoktonët që kanë qenë më herët. Pastaj janë një cilësie edhe një tregu të si të mbrëmshëm si të jashtëm. Do me thonë, po që se shkojmë dikun me mollën gjyle, nuk e njohin tjetër ka. Gjylën e moçme apo budinka që ka qenë e tjera, po me këta kultivar mund të konkurojmë edhe në tregun evropian në vende tjera. Blerësit nga janë? Blerësit, përveç blerësve vendor, kam arritë që qesim edhe jashtë. Nashta mund të them që ende edhe Shqipëria është ende nga jashtë për ne, po do me thonë të vllazërit tonë kemi pemtore që kemi ngrit, kanë marrë nga Malizi, një sasi të vogël marrin edhe bashkëdhëtar që janë në shtetet e jashtme, ka arrit deri në Amerikë me shku molla jonë. Edhe ju shkoni i përcjellni si bëhet mbëltimi, si bëhet kultivimi, si bëhet trajtimi, masat për sekret i ndihmoni pemtarët? Para shumë kohë dash të flitet shumë, se nuk i kanë njohur, nuk janë parë në teren. Tash kohët e fundit po folin vetë këto, s'po kem nevojë shumë me fol, po kryesisht shumë pemtore që kanë ecë nëpërmes fidanishtës Dinamanti këtu në Drenaz Deçanit, i kemi përcjell edhe zakonisht kush e merr fidanin e merr edhe këshillën pasuese. Varësisht prej sasisë, i kanë edhe këshillat gratis për vitin e parë apo që të merren vesh me ta. E tash na jemi mysafirë juaj, jemi ardhur me ftesën e juaj. Dhe ka tash ku na propozoni të shkojmë, të cili klient, të cili pemtar që të shohim edhe punën e juaj që vërtet që ja vlen të mësoj dikush nga shikuesit nëse me ton të merret me pemtarinë të ardhmen. Po kryesisht ne edhe shumë emisione më herët i kemi zhvilluar këtu në Kosovë, kisha shpreh dëshirën që ne të shkojmë në regionin e Tropojës në Baramcor, domethënë një bashkëpunim ndërkufitar tek farma Lindi, kryesisht me pronarin
shkelzen qokaj, faktikisht ky i biri, se nashta babaj ti mundet me mu inatos këtë punë, aty përveç fidaneve që i kanë nga unë, që kanë ngrit një pemtore vitin e kaluar, pastaj ai merret edhe me këshillat nga nek. Nena i ka edhe sipërfaqe të rrushit, 1 hektare gjys. Atë tash do të shkojmë atje në vepër, do të shkojmë do të shifen gradualisht gjithë aty. Shkojmë. Ja, po shihet që folën pak më herët që molla edhe pse unë disa herë i kam hek. A dëmton fidanin kjo? Një farfor me po, e do pësëm se tash kur e krahason këta me këta, kjo që s'ka pas prodhim, po faktikisht kjo e kam rrit standardin, bile është formuar dhe syta frutor për vitin e ardhshëm. Gjitha fidanet që merren nga unë, ju garantoj që vitin e ardhshëm të paktën lul kanë. Domethënë, unë i kam përgatitur për lulëzim për vitin e ardhshëm. Jam varet edhe nga kushtet e faktorit njeri dhe kushtet natyrore, a do të arrim prap me pas prodhim vitin e ardhshëm. Do të flasim edhe atje tropoj për këto punë. Shihet që gradualisht 3 herë ja kom hek lulet, prap ka ecën. Këtë kohë kam qitë deflorator për me hek të gjethin që të piqet fidani, se edhe 10 ditë, 2 javë më shumë ti kjo do të nxirret, do të shkon në pemtorën e përhershme.